Rrëzimi i kërkesës së SPAK nga parlamenti lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut ka tërhequr dhe vëmendjen e ndërkombëtarëve. Delegacioni i Bashkimit Evropian erdhi me një reagim pas votimit, ku theksuan se lufta kundër korrupsionit mbetet kusht kryesor për integrimin, ndërsa inkurajoi SPAK të vijojë detyrën. Angazhimi ndaj sundimit të ligjit dhe lufta kundër korrupsionit janë me rëndësi të madhe për procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Sigurimi i një mjedisi të favorshëm që SPAK të kryejë në mënyrë efektive punën e tij është thelbësor për të mbështetur në mënyrë të besueshme progresin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Të njëjtin qëndrim mbajti dhe ambasada gjermane, e cila u shpreh se hetimin ndaj funksionarëve që shkelin ligjin duhet të vijojë. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit edhe në raste të rangut të lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që edhe në këto raste ndjekja penale përmes drejtësisë të mund të realizohet shpejt dhe pa pengesa. Përpara nisjes së seancës reagoi dhe ambasada britanike, duke theksuar se imuniteti që gëzon deputeti nuk duhet të bëhet pengesë për drejtësinë. Ekzekutivi, gjyqësori dhe legislativi mbeten partner të barabartë në mbështetjen e këtij progresi si pjesë e qëllimit të Shqipërisë për arritjen e anëtarësimit në BE, ndërsa imuniteti parlamentar duhet të mbrojë procese demokratike. Ai nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë përpara ligjit. Më herët ndërkombëtarët e cilësuan çështjen e Ballukut si një test për Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian.